Skënderbeu ngriti në krujë flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur Pas shpalljes së pavarësisë, Ismail Qemali së bashku me dërgatën shqiptare vizitonte Londrën për të lobuar mbi të ardhmen e kufive shqiptar. Ismail Beu shkaktoi një kuriozitet të fortë pasi u pyet mbi mundësinë e një mbreti amerikan për Shqipërinë. Sipas hulumtuesit të arkivave aurontare, kjo mëtej ishte përgjigjja e tij. Pas shpalljes së pavarësisë, Ismail Qemali së bashku me dërgatën shqiptare vizitonte Londrën për të lobuar mbi të ardhmen e kufive shqiptar. Të vendosur në hotelin e famshëm të kohës, Hotel Cecil, Ismail Beu shkaktoi një kuriozitet të fortë diplomatik kur u pyet nga një korrespondent amerikan mbi mundësinë e një mbreti amerikan për vendin e sapo shpallur të pavarur. Por si diplomati sprovuar, me sa duket për të mos krijuar tensione me diplomacinë angleze, ai tha: "Unë e konsideroj zotin Roosevelt si një njeri shumë të aftë, por jo të përshtatshëm për Shqipërinë. Mund të sugjeroj se zoti Asquith, kryeministri i Britanisë së Madhe, apo djalin e Pierre Pont Morgan, mund të ishin mbretërit tanë, janë të gjithë burra të aftë, por për ne është çështje serioze dhe duhet kohë për t'u marrë në konsiderat."